Buçim në bu CHI. Bu CHI. Po. Ja, mirë se na erdhe. Më në fund ja dolëm më në fund. Po që kemi? Pas kaj shumë kohësh. Që ma qove këta, këtu ma Po kështu është kur i artist me 1.000 Normalitikisht. Ka thënë Getinjo, kështu që nuk diskutohet fare. O plako unë gjithmonë e kam pasur fiksim të pjesën nga jeti me origjinë, se unë nuk e bëj dot atë triangling e theksit, se unë vetë do thoja e nga Berati si unë, kështu që. Vere pa që më nga Berati. Unë babin e kam nga Korça, mamin e kam nga Erseka, vetë jam lindë e rrit në Fjerë. Po, prandaj, kupton, është afër prap. Me Beratin, po, ne kemi qenë çik familje kështu ato kohë edhe na çuan në Fjerë se na kishin dek disë në një fshat të Korçës ande dhe ajta merja më vetën. Po mirë, pas këtë dalë. Jo, mirë. Sa shqyr Zotit ka dhe më keq, kështu që. Po për të gjithë ata që s'të njohin, nëse kanë ai humba meno që nuk njeh akoma, më thojnë çik kush je, ç'a bën, pse je? Përshëndetje të gjithëve. Anton Bello, 28 vjeç, punoj analist biznesi nga shtëpia, bëj dhe stand-up comedy, punoj edhe te MCN TV-ja në aktor aty te emisioni Vështrim Kritik. VK, për më të për të qenë me i saktë. Super fare, po këtë impenjimin me kohë të plot nuk e dija në fakt. Si quaj kjo? Financë? Unë kam mbaruar financën tek ekonomiku këtu në shtet, edhe pastaj kam bërë masterin në MBA në Finance and Banking në Selanik, te Universiteti Amerikan. Pastaj pas asaj punova ca kohë në Amerikë, punova një vit e gjysmë 2 në Katar, pastaj u ktheva prapë në Shqipëri. Po, që e deshe? Shko, në Amerikë isha me vizë pune, edhe më skadoj, edhe duke fol me ata të shtëpisë se ke parasysh filloi plagu me tia që ore bërçaj bëre 2 shkolla, jo unë s'të flas më po ndënje, etjera, e mirë u ktheva unë. Donte plagu të kthesh? Ore mos rri andetha si do rish në të zezta. Okay. 2 javë më vonë që u ktheva unë, tha mua po ti çpati që u ktheva më thonë. Ti ta më morë në shisha. Kote si. Njëjtë, kjo puna me të Igurit e njëjtë është plako dhe me të mitë. Edhe unë në fillim kur erën do ikësh se çfarë do bësh tu bëhet. Tu s'bëhet as mësim, s'bëhet as puna si që. Sa ika këtë erdhën e pan çush ishte jeta kur je një çik larg kështu. O bo, ç'a bëm, ç'a kështu. Rinja një orë. Po më mirë këtu atje çfarë do bëj. Kështu çdo një orë domethënë e ndryshon atë. E kanë të njëjtë për njësoj. Po pastaj kalove direkt në Dubai, ku the, në Emirate? Në Katar. Në Katar, sorry. Erdha pasi kam marrë nga Amerika, kam dhe një 3-4 muaj një gjë e tillë. Edhe gjeta punë kontabilista. Vetëm aty kam ushtruar profesionin mes Katarit, domethënë. Gjeta punë kontabilist edhe punova aty një vit e gjysmë 2, pastaj u zura dhe atje me ata menaxherët edhe u ktheva prapë. Si të duket atje plako? Ishte, eksperiencë karakteriale është shumë e mirë, e kupton të rrit goxha. Po varet sa njeri adaptueshëm je, se janë gjërat komplet ndryshe, se është vend radikal musliman, e kupton. Shumë gjëra që ne i bëjmë këtu atje nuk i bëjmë dot. Nuk e të dalësh në markete të blesh alkool, nuk blen dot, e kupton, duhet ose është një vend Qatar Distribution Center që ka ajo që është jashtë afër shkretirës, po aty për të bler alkool duhet paraqesësh një dokument që thotë e ke rrogën mbi rrogën minimale të blerit alkool. Që për mua nuk bën sens, e kupton se në momentin që unë se kam rrogën që unë kam shumë arsye për të pirë alkool. Normalisht do ta çish kjo muhabet. Ideja është skllavëria, plako, kupton? Sa e thonë që ti ke rrogë, domethënë që i ke gjërat në rregull, kështu që nuk do të degradosh. Po. Super kontroll. Domethënë që edhe po ti je musliman, domethënë ja thon të bësh një hale me lek edhe parti. Ata vendasit ti mbajnë shumë aparenca, domethënë nuk është se duken te kjo pjesa, se atje për shembull kur vete në klub
të kontrollojnë kartën e identitetit. Edhe nëse je vendas nuk të lënë të futesh, edhe Dale njënë. Ç'e klub je? ka klabe në për hotel, ku janë hotelet me 4-5 yje, Hilton e Budalliqe ka klabe. Okej. Po ç'është vetëm çuna apo? Huajt. Jo, Vetëm për të huajt. huajt. Vetëm për të huajt. Vendasit nuk futen dot, prandaj ishte një lokal që gjetën një 6 vendas, mbyllet klabi, domethënë ti nuk bën dot më biznes aty. Se që vendas brenda. Sa e keqe kjo plak. Do me thënë, ata të shkretet të rinë, ja shikojnë juve duke bërë shef atje dhe varilisht, rinë kështu, shif me sy dhe plas me zemër. E shikoj çka kishin këta tashin, në çdo shtëpi, këta kishin ato që quheshin masxhid. Masxhid është si tip një dhomë shumë e madhe, kush ka më shumë lekë ka më të madhe akoma, që mblidhen këta me shokët për të bërë atë që i thonë ata qefe, kupton pin shisha, çaj, kam PlayStation 4, 5, 6, dinu çka kanë atje, edhe mblidhen në për këto gjëra. Kjo është e dala e atyre, po Kështu si man cave domethënë që kanë amerikanët. si man cave. Po ti shikoje si ishin, se naftoi një djalë që ishte nga Katari, e lyer me arë nga të katra anët, kishte dy shërbitorë që të rinin në këmbë gjatë gjithë kohës, e kupton, nuk flisnin. Unë ora na solli çaj ai, e piva çajin ja dhash, ai e mbushi prap. Hajde thash po e pi dhe një herë, e piva ja dhash e mbushi prap, u ktheva nga ky thash ore Abdallah. Na zuri barku. Më tha mua duhet ta tundësh godën, tha, dhe ashtu ai e kupton, e merr dhe nuk t'i jep më. Thash. E tunda unë ja dhash e mori iku, janë uzancat atje. Po mire, ne kemi kur e tund mbushe prapë valla. Jo, këta e kanë kur e tund merre ik. Ua. Unë kam dëgjuar një shokun tim që nuk ka qenë andje, ka qenë këtej në Emiratet, domethënë, për të njëjtën gjë, po e ka pasur me të ngrënin ai. Që ka ftuar një herë në shtëpi dhe thash sa plas një moment, se unë isha mësuar tha që po i haja që e kupton që ta ha të gjithën që mos të ngelet pjata bosh që ti duket atyre sikur ka gatuar mirë. Bosh prap. Unë sa e zbrasin në prapa. Gatuar ky djali, 6 veta ishim ne, ishte gatuar sa për 12. Konsumojnë ata plako? Ata konsumojnë, po i hedhin dhe poshtë, po atje ka shumë, si i thonë, besoj të kjo pjesë e ushqimin nga që janë shumë të pasur, plak, atje mi varfri, po të vi këtu është mbret, e kupton? Seriozisht e ke ti? Ore ti shikoje, e di kush ishte makina e përditshmërisë atje të dalit, ishte Toyota Land Cruiser e 2018-ës, ishte makina e përditshmërisë. Se nafta ishte me 200 lek litri, 1 rial. Nata me lizë uj. Me e lirë, fiks ishte me e lirë. Qatë smënduri e plako, kur e mendon për zotin. Ishte, atje po të rriteshe, po kishte edhe shumë racizëm pasaporte, nëse mund ta quash. Okej. Te kjo pjesa që në varësi të nacionalitetit që kishe, varej edhe trajtimi që merri nga njerëzit. Okej. Domethënë ndoshta jo zyrtarisht, po ishte i çik më e shifje kur ndodhte. Për shembull, këta që ishin me pasaportë angleze trajtoheshin si mbretër. Ua. Kam qenë me një shokun tim në makinë, na u fut keq një nga këta vendasit edhe i ndaluan këta krah për krah, po i fliste ky shoku, po ky vendas i filloi që jo e di ç'a të bëj unë, të deportoj etj. Ky i tregoi pasaportën angleze, i tha, shikon këtë, tha, të blej ty edhe shtetin këtu, tha. S'foli më. Pa fleksi gjigant. Kurse ne kishim rrogën aty me kenjanët. Po si ka mundësi, se unë se kuptoj. Zakonisht, domethënë, ideja e parë ose logjika të çon për vendet për shembull që si puna jon që kanë edhe ca musliman, domethënë që nuk janë të përzierë të trajtoheshin më mirë. Atyre Anglia dhe Britania në përgjithësi ja ka shtypur kokën gjithë jetën në vend, derisa kanë marrë përfaqësinë në kohën e fundit. Po kush të rret të do. Ka thënë shqiptar, ka thënë pellazgu që në atë kohë nuk diskutohet. Çallë shprehje kemi ne, jemi vetëm një popull që themi inshallah na del për hajër e qeshur, e kupton ti? Si jemi mësuar me të qenë të lumtur. Mos na merr në njëri me sysh e top dalliqe e tjera. Pu.
Të dalë të plasja nuk po dija, para ca ditës si ta përktheja në gjermanisht. Po kemi ca Edhe në Shqip, po edhe në Shqip të dalë të plasja. Tani të dalë i bie mos ta kesh më plasje brenda. Do të supozohet të jetë gjë e mirë. Po, se doli jashtë, domethënë. Po ne tani unë se kuptoj në çfarë konteksti e themi ne të dalë të plasja. Po se edhe po të thoj të hyf të plasja nuk është ndonjë gjë e mirë. Dhe të hyj me shpërthim, nuk e di dom. Wow. O plako, po mirë, po sa ndonjë atje në përgjithësi ti? Në Katar. Ja, në Katar, po në Katar, të plasja jo. Në Katar unë kam ndënjur diku te një vit e gjysmë. Ato 2 javë e para ishin vështira, pastaj mësohesh çik. Po me ata çfarë patë gjithë? Unë kam vënë re një gjë, të paktën te ata menaxherë që kishon këta ishin indianë dhe indianët janë më keq se puna jonë te pjesa e kur ke një pozitë pushteti. E kupton se kishim këtë team liderin ne që ky mjeshtri u bërtiste të gjithëve aty në sytë të tjerëve, e kupton se ku diun donte ta kishin frikë. Edhe po tani këta që punonin aty ishin nacionalitete, flasim Kenya, Nepal, Filipine, kupton, dhe ishin një punë shumë e mirë. Dhe po të humnin këtë, nuk i kthenin dot fjalë aty, e kupton? Edhe mjeshtri erdhi dhe të unë kujtoj se mund ta bënte me mua atë njëjtën gjë. Po se dje që ne shqiptarët jemi... Po. E kam vërë edhe unë të plak. Po pra. Në fillim na është dukur një çik se është kështu pak e çuditshme, plus edhe këtej, domethënë nuk e di sa lloj njerëzish ndryshëm ka pas atje, por në Berlin për shembull ka shumë, domethënë mund të jetë shumë pak vende nga të cilat nuk ka këtu edhe. Normalisht ti e di që është situata në përto qytetet e mëdha, domethënë që të çaj çik trapi edhe nuk mund ta thosh gjithmonë mendimin hapur, duhet të bësh kujdes si çfarë thua, po që unë e kam vënë unë e kam vënë, domethënë në industrinë e ndërtimit nuk kemi shumë, po në pjesën e sipër, domethënë të inxhinierëve dhe kështu kaca. Edhe është ai fenomen, domethënë që janë shumë të vrazhtë, edhe e di çfarë është më e bukur? Sepse këta të gjithë, domethënë që kur punojnë gjatë shkollës ose ata që nuk kanë si ta them, thoje, në një shkollë në një gjë që thjesht punojnë për ditë kur janë kamariera, kur janë ose kur janë gjatë shkollës shpërndajnë ushqime, pica, drejt shejtan, e kupton? Këta tipat janë shumë të përulur o vlla. Këtyre edhe me gurdi biesh domethënë të puthin dorën. Edhe kur dalin domethënë sipër në këto pozicionet e pushtetit domethënë keq përdoren shumë. Unë mbaj mend tek një nga projektet e mia të para domethënë kam pasur një indian, ishte inxhinieri i asaj firmës, s'kishte lidhje me ne ishim një sipër atyre. I çai bënte motorëve jo plako. Ore, kështu hamal, po them, afërsisht ishte thjesht kaq larg skllavërisë në një moment, domethënë i shante jo ç'a bën, jo ç'a s'bën që ai s'kishte lidhje fare, s'kishte kapur në tull me dorë të rjetën, se ne të pak na ka rënë rasti kemi kapur në një plak, në një mistri, në një gjë. E kupton? Po që shumë e çuditshme. Po pastaj kur u ktheve domethënë në Shqipëri, çfarë të tha babi kësaj radhe? Kur erdha këtu, unë kam ardhur në pikë të Covidit. Jam kthyer në Shqipëri. Mbaj mend, domethënë atje kur ishim, ne punonim nga shtëpia, po atje ishin gjithë, maskën, dorezat, laj, alkool, këto. Edhe kur erdha këtu tani unë do të bëja gjën e sigurt, e kupton, mos më përqafon njeri, do rritë dhoma, nuk do dalë, e kupton këto gjërat. Edhe më mori një shok në telefon, tha, do vish në kafe, më tha mua, por e thash vi unë. Edhe vajta në kafe, po me mask. U futa brenda në lokal, ula aty, më pak shu, ty e pederasa, që e ke? Gela unë që. Ne kemi pasur të nga që e kemi shumë ndërtime sapi valla, e kupton, kemi shumë shqiptar domethënë këtu edhe në fillim ne kishim by the way, më fal. Kur i përdorim këto termat, i përdorim pa atë kuptimin e keq se duan njerëzit të kapen me do viçë. Aha. Okej.
Për gjitha njerëzit që kapin këto budalliqe thjesht mbylleni mos e shihni më podcastin. Ai ciao. Po edhe në fillim e jeta që domethënë këtu se edhe tu nuk është aq ndryshe, jo sa i brezi vjetër domethënë brezi baballarëve tan janë kështu siç jemi ne domethënë ose si ai shoku jot domethënë në fillim vetë unë jam me maska atje se më kishte thënë inxhinieri do të hynsh me maskë, do t'i thoshte atyre teknikëve poshtë do të përdori maska. Hy unë atje ata 3 me cigare me na i bil përpara më thënë. Po ti Kur u bëre geti. Çfarë do të thosh unë aty? Është shumë nuk e di domethënë. Unë thash do t'rregojmë europianë, kupton, do vi do ruaj njerëzit, do kujdesen për sigurinë e tyre. Mua më goditi direkt mbrapa qave. Çfarë bën dia budalla ku vetëm me masti. Po pra po. Home sweet home. Edhe unë ashtu e dia në fillim se kërkosh kur je larg, shikoj vetëm ato lajmet, jo po respektohen, jo po kemë marrë Rama maska, ishte ato kohë që Rama vinte deri në aeroport me vaksinat vetë, kupton, sikur priste krushit. Edhe ashtu në vëj edhe ta, edhe kur u ktheva kështu, të gjithë atë maskën pa ishin këtu. Kërkosh atë maskën këtu, sa viksim ka qenë ajo maska. Ideja është ajo maska të gjithë ata që e mbanin nxirtet e veshët kështu përpara. Nga që është triqe. Seriozisht? Po kam një përshtypje se po. Ja, ma se fiksime, nuk rrite me vesh të bulistet e djetë që të verishin. Zoti ma. A shumë pëse stua që ta ve maskën në vend tjetër, përse? 28 vjeç, nuk besoj se ka ndryshimi madh, jo, po. Po tash, aty është i vetmi vend ku çdo milimetër counts, kështu që. Pa më mirë të provosh maskën thuaj se sa të klikosh te këto adsa të firma 24. Unë vërtet doja për zotin lartë doja ta shikoja një statistikë domethënë që sa njerëz klikojnë tek ato dhe sa njerëz bëjnë fisha aty, do ishte spektakolare fare. Mundësisht në ato statistikat e Google-it, sa njerëz rreth çfarë ore deri në çfarë ore, çfarë moshë, çfarë profesioni. Kam përshtypjen se do jeti çik kështu, po ta mendosh me logjik për shembull. Kush janë njerëzit që mbajnë si më të fortë këtu, edhe duhet i mbajnë ato aparencat dhe kanë probleme vetbesimi nëse kanë të vogël. Kam përshtypjen se ku di unë, ndoshta verior. Bëvaki, shiko, zakonisht janë mendoj, e di kush mendojnë kështu. Unë nuk mendoj as ta marrim nga ana e shkollimit. Unë nuk mendoj se ata që janë të pashkolluar fare vën atje. Edhe ata që janë shumë por kam për mendimin tim kam shumë shanse që një shumë i shkolluar të vej atje sesa një i pashkolluar. Se ai se mendon fare ata, e kupton, nuk është i vetë kurse një për shkakun që mund të jetë këndaj pozicion olla ndonjë drejtor ndonjë gjë, kështu e kupton, po pati të vogël që të bëj do i duhet, se thotë që motra tash unë kam të gjitha pse mos të kem me këtë. Iku 2000 euro që nga kredit karta. Sa me lartë pozicioni është më të vogla topat, si është ajo shpreja. Kështu që të gjithë rini puton lëtimi, edhe jemi safe, të më thënë, është statement. Ide, or plako po, cila është ratio e pozicionit dhe boleve që është i mirë të jetosh. Se po ti të dojsh në fund fare për shembull hamal, e ti kesh atë kaut, çdo. Po ti jesh drejtor, pastaj mos ti kesh fare, qështu aty s'ke çdo. Ku është ajo golden point? Unë kam përshtypjen se kjo ku po jetoj unë është golden pointi. Unë e ti e kërësh se ke mjaftueshëm për të jetuar dhe ke bole mjaftueshëm, e kupton? Se po pate po punove këtu poshtë, le ti kesh bolet e mëdhaja, e kupton? S'ke ku i përdor, se kurvave nuk ka ndjen për ndërtimin. Po. Kurse po që e këtu lart pasaj dhe s'ke bole, për çaj do të ato lek? Ne kupton se këta që janë këtu lart, nga që kanë shumë kohë, unë kam dola po shkruaja një bit për stand-upin dhe dola në një kështu. Kam përshtypjen se duhet të jesh shumë i pasur, edhe shumë i mërzitur për këto fetishet që unë si marr vesh, për shembull këmbët, e kupton? Ku ti pëlqejnë këmbët, kush ka aq shumë kohë që është duke bërë seks me njërin edhe i thotë di çka dale një.
Bëj që këmbë të bashkë dhe ta fuste ajo hapësirë e vogël aty, unë e kupton sa i mërzitur duhet të jesh për ta bërë atë gjë, se një njeri që ka halle, që ka punë, e kupton, si njeri normal, bën atë seksin shpejt e shpejt dhe hapësirë e vogël për cilën shqetësohet, është kjo këmbë tavolinës që ka bosh nga cimento dhe duhet ta mbushësh atë se bën zhurmë kur ha, e kupton, nuk shqetësohesh për hapësira të tjera të vogla. Ore seriozisht jo, pse unë jam munduar, domethënë, ta kuptoj edhe një çik nga ana filozofike këtë, se me thënë drejt komedia është gjëja më e afërt rreth filozofisë për mendimin tim. Ora nuk bën kuptim valla, e kupton, ku të çon shejtani te kemët, çfarë mund t'i do me kemën valla, cila pjesë të kemës është, unë nuk e marr vesh. Po e kupton, je shumë i pasur, i ke të gjitha, i ke bërë të gjitha, nuk e halle, je i mërzitur, thua, e shikon tjetrën kështu, okay, kam provuar. Po unë si kuptoj ata që rrifen për shembull, plak. Po vallaj për zotin, se unë jam zënë kur kam qenë i vogël, po nuk kam menduar ndonjëherë sa mirë do ndjej kjo në dhomë të gjumit. Të kape. Zoti ma. Për zotin. Imagjino për shembull sa raste domestic violence janë thjesht fetish, po ajo thotë ai nuk i ble për shembull një gjë që ajo do, e di çka ke thotë, po të denoncoj unë tash për shembull atë që bëjmë çfarë. Legend bur, yazek. Do të dërra, më bli. Plako është shumë e trishtë, po shikoj aca janë ca video në YouTube që përshkruajnë këto simpat e OnlyFans, domethënë. Plako jo këta vetëm i çonin kështu te dera, uleshin në ujin, domethënë i jepnin lekët. E thoshin të lutem vë këmbët e koka kështu, domethënë dhe rinte atje si qenë, plak. Ore, ajo nuk e tregonte fytyrën atyre, zemra, po. Marr vesh. Nuk e tregonte fytyrën, po thoshte që këta janë CEO-ra, gjëra që janë fiksa tipa që po thove ti, domethënë që kanë arritur atë lloj kulmin, domethënë që thjesht kanë disbalancë në jetë. Kanë disbalancë shumë të fortë. Po, kështu që unë them mos u bëni asnjëherë të pasur, kënaqësia është mbi jetosh, edhe je si njeri, e kupton, nuk të vë njeri këmbën në kokë apo të bësh urrën te gjokse, e kupton. Vetëm nëse ju pëlqen ajo gjë, nëse ju pëlqen ajo gjë, dijeni, rezervoni vendin në ferë të paktën, mos të ngelni në radhë gotë, kupton, si. Jo, po është, janë këto fetishet seksuale, plakun se di, duhet bërë një studim shumë i madh për këto, se unë jam shumë kurioz se çfarë pjesë të trurit prek, e kupton. Unë mendoj thjesht është ai ezaurimi, domethënë është bazamenti i gjithë asaj pjesa që ti që thjesht janë mirëqenia është e lartë plak. They had it too good, e kupton, kanë kohë dhe mirëqenie, kështu që normalisht do bësh një gjë, do bësh një tjetër, plak mund të pish X margarita. E kupton, mund të pish X bira, mund të pish X cigare, mund të provosh X lloj drogash. E kupton, çdo gjë është e fundshme, nëse s'des rrugës, e kupton. Ja normalisht të provojnë gjëra të tilla, e kupton? Ri për shembull shikonte veshit ja atë. Qysh mund ta dajmë dhe veshin dashit. Nuk po atë vim çik nga pjesa më e bukur burrë. Se ti okay, ike u ktheve. Edhe të gjitha ato gjërat unë nuk bëm pishmën ose nuk më vjen keq që ti ke kaluar ato që je kthyer që ke humbur punën, se me shumë mundësi nuk do ishte ai që je sot, mos kishe kaluar to, mos ishte komediane, nuk do kishim as me shaka të kujt i qeshnim, domethënë. Kupton se mua një gjë nga që edhe jam shkoputur që 18 vjeç, edhe i vogël, edhe kur kam qenë më i vogël, domethënë zakonisht këtë stand-upin amerikan kam ndjekur shpejt, domethënë, pse ai lloj brezi jemi ne, çfarë ti bëjmë? Ashtu na ka marrë gjërat. Me Chris Rock jam filluar. Edhe më mungonte kjo pjesa e stand-upit në Shqipëri, domethënë, edhe shumë njerëz nuk unë njoh akoma, kam edhe miq të mi të ngushtë, për shkakun që stand-upin se gjë thjesht nuk i pëlqejnë, domethënë, i pëlqejnë më shumë skeçet, i pëlqejnë më shumë karbaretin, si çan to portokallira gjëra. E kuptoj. E shoh dhe unë. Edhe unë kam marrë shumë vonë plako që stand-up comedy në Shqipëri is the thing, e kupton? Edhe për më saktë kam marrë vesh nga ai skandali me atë shakan e Ezanit atëre. Kështu që mirë bërja ajo shaka e Ezanit se tani ne morëm vesh të gjithë dhe ja ku jemi.
unë se dija me thënë drejtën, kur kam ardhur atje në Katar ishte një Qatar Stand-Up Society edhe bënin stand-up comedy, e kupton, po humori s'ishte gjë, po ekzekutimet ishin spektakël, e kupton. Edhe kur erdha këtu pasaj që pash Corner Comedy Club, aty ku bëjmë ne komedinë, e kupton. Edhe thash ne klub komedia në Tiranë. Edhe kam vajtur me vrap, e kupton se u interesova, vajta. Po kur ke filluar ti plako? Në shtator para. Jo për herë të parë fare me komedi, domethënë. Kur e ke kuptuar që ishte diçka që do ta bësh, domethënë? Gjithmonë, që kur kam qenë në klasë atje që lëshoj ato shakat me zot lart me ordëmsimin. Pastaj kemi bërë teatr në gjimnaz, aty kam fituar atë aktori më i mirë me Jovan Bregu në Pallatin 176. Hajde, rola, hajde. Po, edhe sa herë shifja këta se të shohësh ku diun Chris Rock, Dave Chappelle edhe mënyra si lidhin ato historitë e gjëra, po në fakt nuk është vetëm me qeshur, është një moment thua, ore dalë ky e mendo ka kështu, po bën sens, e kupton. Edhe thash pse mos ta provoj edhe unë një herë, e kupton, vej ku të vej. Edhe kam bërë një audicion aty te Corneri, ishin 6 veta dhe kjo pronarja 7. Edhe në fillim nuk i pëlqeva kësaj pronarjes. Po i tha një nga këta çuna që jepi një mundësi, pse është i lezetshëm, do të bëra një opener, 2 opener, 3 opener, pastaj fillova po dilja vetë. Super. Unë kam dëgjuar me të dëgjuar normalisht, se vetë nuk njoh personalisht, për shembull, nga komedianët që marrin pjesë te Corneri ti i pari, domethënë, që u flas direkt edhe këtu në podcast. Okay. Pastaj i pari që del në skemë. Jo. I pari domethënë që unë ata nuk e diun, domethënë nuk kam mjaftueshëm informacion për atë punë, po me sa kam dëgjuar unë domethënë që nuk është hera e parë që pronarja ose bordi nuk pranojnë njerëz edhe pastaj japin një shans edhe pastaj i pranojnë. Shiko, se varet si bën te audicioni, e kupton? Nëse ke premisa, e mendon njerë, pastaj ja jep një mundësi e tjerë, po kam përshtypjen se nuk ka pasur shumë raste që kanë ardhur njerëz edhe kanë bërë audicion. Dikush erdhi që bëri një audicion, bëri tip sketch, e kupton, kishte 2 personazhe që flisnin me njëri tjetrin, po ai s'është stand-up. Ai është sketch për ta vënë portokallia, jam dakord, ti shko, bëj audicion, edhe i kemi thënë personit në fjalë, kemi thënë shiko, stand-upi nuk është kjo, është një diçka tjetër. Është ti shef një diçka që ty të bezdis ose shef një sy kritik, e kthen në humor, edhe hajde bëj këtu, është monolog, nuk është dialog me 3, 4, 5 personazhe, e kupton? Se njerëzit nuk e kuptojnë ashtu si the dhe ti, jo vetë se nuk e pëlqejnë, po ka dhe shumë që nuk e njohin si zhanër. Shiko, me atë mund të jetoj unë. Kur rob nuk e njohin si zhanër është okay për mua, po kur rob nuk e pëlqejnë pavarësisht se të thuash jo po preferencë personale, jo po shije, gjëra shut the fuck up. E kupton, ideja është si mund mos ta pëlqesh stand-upin plakon se është gjë, mendoj domethënë kështu është gjyshi im, domethënë që është si eksperjenca me Zotin e vëlla, është direkt mes teje dhe atij, kështu që kur në stand-up domethënë ti ke drejt për drejt, nuk ka as rehearsal, as leshi, preshi, ai e ka përgatitur vetë, ka derdhur shpirtin domethënë, me thënë tek ajo pjesa për ato 15 minuta, apo tek ajo 1 orë e gjysmë qameti po vajti domethënë që do të japë kështu disa muaj ka punuar duke përmirësuar, duke provuar etj, kupton? Se fakti që ne kemi 5 apo 6 komedian aty, e kupton, ne na duhet të bëjmë rotacion çdo një muaj dhe duhet shkruar material i ri çdo një muaj. Edhe kjo është përveç se e lodhshme është dhe goxha stresuese, kupton? Ne e bëjmë me dëshirë se është diçka që kemi pasion, po që është dhe i çike lodhshme. Nuk diskutohet të burr, shiko, mirë sa kur njerëzit thonë që se ti ç'a bën, ti bën njerëz për qesh, ajo është ignorancë pastaj, kupton? Çto unë zakonisht nuk merrem fare me atë punë. Është më e thjesht kur bën diçka që do, nuk diskutohet valla, edhe unë bëj gjë që dua, e kupton. Po njëri mundoj dhe shumë gjëra. Edhe mund të bëj të gjitha gjërat. Çfarë i bie, mos e lodhet fare pastaj, edhe kur i bën të gjitha gjërat, s'ka kuptim gjë, e kupton. Po ti e ke pasur çik më ndryshe plako. Unë kam menduar 1-2 herë vet, domethënë, po unë jam çik helm nga goja kështu, edhe i kam
në atë drejtimin më ofensiv dhe nuk e kam marrë guximin, valla, nuk jam i guximshëm se di. Plako, sa më helm të jesh, aq më mirë është, unë e kam vërë edhe vetë se unë jam banal shumë kur bëj stand-up. Po është nga gjërat që më pëlqejnë më shumë. Shiko, është një diçka se si e the edhe vetë, aty jam unë në skenë, edhe audienca zëre se është një, unë po flas me një shokun tim. E kupton edhe të gjithë shaj më burr, le këta që bëjnë si moralista, unë si kuptoj që ke këtë fjalor ti, ndërkohë që vete në shtëpi pasaj i thot gruas, bamje prap, qif sharop edhe bab gru. Bamje prap, imagjino. Plako e ofendove persona që kanë qef bamjet. Unë si kam qef bamjet, edhe unë si kam qef bamjet. Po është bamjet. Bamjet që po shifni, mendojni apo jetoni jetën e dur apo jo, plak. Nuk bamjet janë si mund të kesh shefni perime me leshe, kupton. Ja, thjesht primitiv, plako, duan me lesh. Ore, don't hate the bush. Francezët duhet i kënë qef shumë bamje. Po ka dhe nga ta ro për shumë që nuk e lajmë pjeshkën, që ham direkt ashtu, fozi. Tash i te pjeshka nuk jam i dyzuar se dhe unë e ha ashtu, vetëm bamje se nga që janë që gjata. Unë kam pas fobi që kam qenë fëmijë plako se dukeshin si qure dhe sot e kësaj ditë nuk e marr mundimin difuz në gojë. Po për zotin dhe unë nuk bamjet një tavën me kos që është shpike shqiptare, po prap nuk e kuptoj se kosi është bërë për të ngrënë i ftohtë me pilaf ose me byrek, jo tavë me kos. Po, e futi qik mish aty bënkull, dyp, një qik ndyrën. E kupton se kjo ka lindur pikërisht nga fakti që ne s'kemi pasur edhe i kemi bërë të gjitha bashkë. Ka thënë një djalë tjetër, një djalë që bën komedi me ne aty Uliadi, ka bërë të joke-un që ka thënë, imagjino tha pas 5000 vitesh kur të bëhet një konkurs se qa keni shpikur si ushqim me shtetet, e do dali Italia, do thoj pizza, do dali Franca, do thoj brioshin me ato format e bukura me këto, do dali Shqipëria tav me kos, 5000 vjet tav me kos. Ore dale njëre la, pse e kemi të sensin në inferioritetin, më mire pizza që është vë aty, vë atë, idhi ato si për shpëndaj kështu, qa është kjo këtu la, si kur përremi orën e vizatimit, vëm topa, që i ka hëlla haja aty mbli, pse se kam bidon rota i për shumë si byreku, që që bërë maqedon si byreku, vëre la mos e pritat të salqiqe fare, të salami, peperoni shka, i vëre njësh, ha, kështu la. Unë kam filluar se më gjykojnë tash edhe bananën e kafshoj kështu në mes. E di të plakoj që unë kam një te puna, e ka emrin Jenci ha banana me luk. Tall trapin, e Jenci ka përparuar. Për zotin lartë. Jo, Jenci ha banana me luk dhe ha kështu. Edhe unë mendoj, pa asnjë sens ofendimi, unë mendoj që Jenci është thjesht shumë gay dhe nuk do të bjeri në sy, domethënë. Sepse nëse do i thosh i vetja Jenci do ja vej direkt, nuk ka. Do e skaloj gjendja thjesht. Gjithsesi Jenci duhet të jesh vetvetja plak. E kupton? Unë nuk e se s'do të gjykoj, unë me shumë mundësi do tall trapin pastaj për 2-3 herë të para, po do mësoj, pastaj shakaja do bëhet e vjetër. Megjithëse ndonjëherë këto nuk bëhen ndonjëherë të vjetra, kështu që nëse rreziku do të hyj aty rreziku tek, kështu që më mirë ashtu me luk. Po si e kishe eksperiencën në fillim kur fillove plako, si duk? Eksperiencë e parë që kam bërë stand-up, kisha shumë kohë që nuk dilja në skenë, edhe filloj për më dridhe i gjuri majt, në një farë mënyre që unë që kisha karrige që ulla, se po të bija aty, nuk ishte pamje bukur për asnjërin. Se ndihem dhe një riski edhe nuk vesh mbathje, pa. Pastaj e dyta paka kishte emocione, e kupton? Pastaj filloj po bëj më comfortable. Edhe tashi emocioni është deri te pjesa që para se ti ipesh në skenë. Në momentin që ipën në skenë, pastaj zerohet, e kupton, njësi në atë shpinë tënde.
Është gjë e bukur, më disa më kam pëlqyer, nuk e njeh një tip një Dragos Comedy. Ai rumuni, po. Kam vajzë, kam 2 lafe më pece. He's my friend. E njoh unë atë plako. Jo, thjesht e kam takuar, domethënë 2 herë dhe kam kërkuar atij 2 herë këshilla, se dhe më ka shpërndar podcastin atëherë në fillim. Se ai ka dhe shumë crowd work, domethënë edhe ke parasysh për ata është blessing, sa herë që kanë një shqiptar aty, domethënë është i shtojnë 5-6 minuta minimumi. Edhe është shumë robi afrueshëm, domethënë që edhe flet edhe që me ata kanë folur për këtë pjesën në fillim, po nuk e di plako. Mua më duket shumë gjë e vështirë për të bërë, pavarësisht se ti thua është gjë e thjeshtë edhe të ikin. Nuk e di. Unë kam shkruar disa gjëra, për shembull kam një 3-4 bite të gjata me faqe në blog, po që edhe i kanë treguar me shokëve edhe të bukura janë, po të gjithë kur qeshin Ai është lloji më i bukur i komentit o blaq. Më kupton? Nëse, ja, avash. Unë them se duhet ta provosh, Unë kam dhe atë që mua më duket më thjesht të shkruaj në anglisht se sa është të shkruaj në shqip. Jemi ai lloj plako se 2 vite diferencë kemi, një vit e gjysmë një, që me atë lloj frime jemi rritur, domethënë atë lloj materiali kemi konsumuar edhe unë mendoj se ne para shumë kohësh që kemi bërë atë switchin Chelsea, domethënë që kemi kthyer mënyrën e mendimit direkt në anglisht për vetë puna për ato të gjëra. Unë të njëjtën kam një bit domethënë rreth kështu njerëzve të shëndosh. E kupton? Edhe e jam menduar ta përkthej një herë në shqip atë. Ndihemi ofenduar për njerëzit e shëndosh, okay, vazhdo. Okej. Duhet të marr një 20 sekonda nga koha ime të them që ky bit nuk edhe u mendova ta përktheja në shqip, ishte e pamundur, nuk funksiononte. Nuk funksiononte fare ajo gjë, domethënë dhe lash, okay, do I bëj ato që të vinë në gjermanisht, e kam provuar. Një 10-15 metra herë kam provuar një më ka dalë saktë. Kështu edhe ata e mbaj si beb të vogël kështu. E marr vesh. Jo, mua më është dashur shumë praktik me të shkruar i shqip që të mësohem, e kupton se nuk e kam pas shumë të vështirë. Se mendoja në anglisht kur mendoja një shaka, për shembull si kanë ato, se ata kanë shumë fjalë që në varësi të ku e vën në fjali ndryshon kuptimi, ose është një fjalë që ka 2-3 kuptime, kupton? E lidh më ndryshe gjën, ose edhe punchline-in e jep më ndryshe kur e ke atë që mund ta çosh në fund të fjalisë, kurse në shqip nëse e bën një diçka, edhe ajo duhet të rri në mes të fjalisë, me detyrim e ke punchline-in aty, nuk e lëviz dot, e kupton? Duhet të jetë më e vështirë, domethënë. Mua më duhet eksponencialisht më e vështirë, domethënë, por që ti do ta kesh shumë. Po situata si është, plakon në përgjithësi, ta marrim që nga ana profesionale, domethënë nga ana e ambientit të punës, domethënë pavarësisht se ai është hobi dhe është pasion, domethënë punë është. Si janë, domethënë, kushtet, klima me të tjerë, domethënë, nëse mund të përgjigjesh, pagesa janë të kënaqshme, ka vend janë. Shiko, nuk është se ka një ku diun sken tamam në qytet komedi, është vetëm te corneri që është I mirëfill lokal komedie, kupton? Edhe njerëzit që vinë aty janë të parapërgatitur që po vinë për të parë komedi, e kupton? Edhe aty atmosfera është nice, është chill, mund të bësh çdo lloj humori, mund të flasësh me audiencën, nuk mërzitet njeri, e kupton? Kurse nuk e di për lokale të tjera, nuk di eksperiencën e një miku tim që ka vajtë në një lokal tjetër, që kishte stand-up dhe muzikë edhe nuk e kishte mendjen njeri, ti mund të flisje një orë gjysmë dhe nuk do të dëgjonte njeri atë. S'ka kuptim ashtu, ajo është ofendim për personin. Atë po them, e kam vllatin që nëse bën një natë komedie, përqendrohet te komedia, e kupton se ai që vjen për të hedhur valle nuk e ka mendjen pastaj të rritë të gjë thotë çfarë po ky kari çfarë thotë, e kupton? I gjalla, nasil Petrit Lulun prap. Se njerëzit e kanë një çik të zonë, kam marrë se unë postoj edhe në TikTok të bitek,
edhe ka komente edhe të tipit të vi unë aty, të rri ty, të dëgjoj që bën si nish. Kujtojmë se ne e bëjmë këtë gjën për të dukur edhe për Ja, rob të po i kamosat e program që ja rob sikur po e merr me zor nga TikToku. Po, që jam modern, po që aty te lokali ambienti është nice, ambienti është chill, audienca është nice, njerëzit që vinë për atë punë, ka pasur edhe shumë traction tani se ne për shembull më para unë se kam përdor TikTokun deri këtë vit. Dhe kam bërë gabim shumë se të jep një lloj vizibiliteti të papar në kohë të shkurtër, gjë që nuk e gjen dot në Instagram. Edhe ne kemi filluar të postojmë bitet sa në Instagram, sa në TikTok, edhe ka pasur edhe shumë traction nga njerëzit që kanë parë një video dhe kanë ardhur ta shikojnë live, e kupton? Tamam. Po, nuk di, mua i TikToku akoma nuk më tërheq shumë. Është gjëja më e shëmtuar në botë, e kupton? Po. Po se di, njerëzit se unë kam në platforma ndryshe, unë nuk është se po bëj bite, nuk është se po argëtoj njerëzit në mënyrë të madhe, unë zakonisht janë gjëra inflamatore. Prandaj unë kam çike edhe thjesht për të shuar, për shembull, unë jam si quhet kjo në shqip, sentimentale plak, unë edhe kur mërzitem edhe kur flas për ndonjë temë, ndonjë politik, ndonjë vrasje, ndonjë gjë, për shembull jam helm fare, domethënë nuk e mbaj gojen. Po. Edhe kam të thjesht për shembull edhe kur kam shuar monologot, edhe kur kam dashur të bëj një video të shkurtër, për shembull e regjistroj, pastaj e shkruaj, pastaj e bëj prapë, domethënë e kam aty direkt. Thjesht heq ndonjë gjë që zgjatet kot ose heq atë pjesën kur ngec me sekonda. Edhe nuk është shumë lukrative ajo që sidomos kur bën kështu video për shkakun që flet për gjëra që janë çik të vështira, kupton Twitter gjëra. Nuk kanë attention span njerëzit, nuk kanë attention span, nuk do rinë të dëgjojnë. Unë kam vënë normalisht. Mund të kem pasur bit të gjatë shakaje që unë e kam konsideruar, kupton, që është shumë e lezetshme dhe nuk ka ecur njësoj me një shaka 10 sekondshë. Po. E kupton? Se pa çka se unë ata që më bëjnë follow në TikTok që i dua pafund, e kupton, se më bëjnë follow për atë lloj humori që kam. E kupton? Edhe kjo gjë më pëlqen, po gjithsesi TikToku, mua rrjetet sociale s'më pëlqejnë, po më duhen për vizibilitet dhe s'kam çaj bëj se asaj pune jam futur. Për nga ana filozofike, domethënë kush e di çfarë nuk kuptojnë të humori, ti do thuash prapë që po okay, ajo është shija jote, po unë nuk kuptoj ta pjesë që këto skeqet siç i njohim ne, domethënë Portokalli apo Estrada, ato që kanë qenë super të përpunuara, super të censuruara, e kemë shëj duket si sallam. Po. E kupton? Si mund të hash sallamin në plako e mund mos ta hash një biftek. Sa e ke therrur? Kështu se kuptoj unë. Unë Ju hangër sallami, ju hangër. Unë kisha shumë kohë që nuk kthehesha në Fier, se të shtëpisi kam aty. Edhe u ktheva tani me sa duket i madh dhe i më kam parë bitet stand-up tim, e kupton? Që unë Se edhe të pyesja me këtë, çka kanë thënë? Unë i kam bërë blok nga të 4 anët, edhe sa vajta atje, e kupton? Në vend që unë prisja në një ku jesën a thave syt apo kështu, sa bura këm pa plaku për ti më kohë që kja të lloj humorim dhe mua. Ngela. Po ti thoshe, a qeshe plagë? Qeshe ti, po i këtë ashi. Varet shumë edhe nga si janë rritur dhe me çfarë janë mësuar. Për shembull, unë e kuptova që po plakem ose po deliroj çik se po shikonte një ditë Portokallin plaku, isha dhe unë aty në sallon, edhe se që tha i ka plani një gjë, qeshi plaku, qesha dhe unë dhe thash mos, e kupton? Po. Ngele. Shiko, ato janë deri diku të mira, domethënë, pavarësisht se nuk mund të mohojmë ato, është gjë që shet, është gjë për masa, domethënë, po nuk është për edukimin e shoqërisë. Nuk është për edukimin e shoqërisë plako, se unë mendoj për shembull thjesht një humor i zi madje, ose një humor që mund mos jetë i zi, thjesht mund të jetë banal, domethënë është më shumë edukues edhe. Pavarësisht se duket sikur është banal, ai tha kari, ai tha pederast, ai tha këtë. Jo plako, s'është ai mesazhi. Mesazhi është që ti do qeshesh, do të lodhe nofat, mbas ty domethënë, ore po ajo, domethënë
unë ti e kemi bërë përpara, jo po tjetri. Ka bërë ajo goca që ka lokalin, ka bërë një dy batuta që kanë ecur, kanë vajtë virale goxha, për shembull ajo që Edi Rama na premtoi që pjesa më e madhe e Këshillit Ministra do ishin femra, por nuk na tha që do ishin kare, e kupton? Ajo ishte legjendë. Pse ajo goca është pronare lokale? Ajo goca është pronare. Edhe ka bërë dhe një tjetër. Woman power. ka bërë, po jo për komedisë, nuk më përqeshëm. Edhe ka bëri dhe atë tjetrën që tha që kur u bë protesta ishte, imagjinoj Edi Rama në balkon që shikon poshtë. Ajo ishte perl. Plakon kam qeshur jashtëzakonisht shumë atë. Ajo është, domethënë, ajo ishte. Asaj. Po shiko ç'a ndodhi, atë e postuan njerëz të opozitës duke thënë kjo është rilindase edhe mbështet Edi Ramën. Po kari, po. Do më thënë aftësia këtu për të kapur ironinë, ose është e ullët, ose unë nuk e di pastaj. Ata janë plugged in tek ajo pjesa e njerëzve, do me thënë që thonë edhe çeke këtë lloj humori, e kupton? Edhe i thonë që janë ata sentimental, pjesa e militantëve, e gjërave, dhe i duke që ja kështu mendon kryeministri juaj për ju dhe siç e tha kjo, e kupton? Është ajo, është ignorancë, e kupton? Prandaj duhet të rob të vënë në stand-up komedi që kur e kuptojnë që kjo është stand-up komedi, mos thonë që po na e tha ky tjetri jo po ashtu se ti je brenda këtij lloj biznesi, domethënë ti di shumë mirë si është kur njerëzit të marrin thjesht 3 sekondë. Po, të humb ritmi komplet. E kupton? Të marrin 3 sekondë, pastaj më vonë ta postojnë diku si bit, e kupton? Mua ma bën gjithmonë bile ma bën në Twitter Space. Unë jam duke në një heated debate, në një debat shumë të nxehtë, domethënë të fortë që është vërtet serioz. Unë bëj një parafrazim, bëj një metaforë, përdor një fjalë si kurva apo kështu, e thon, po jo po ti je mizogjen, jo po ti thua i quan ato kurva, jo po. Direkt në momentin e parë që jepet mundësia. E kupton? Kështu që unë kam mbledhur mendjen te kjo pjesë, këta lloj robës nuk bëhen vllai. E kupton? Ta lloj ai njeriu në qofse është ai lloj njeriu që mundohet të gjejë gjë negative, mundohet të gjejë gabimin apo x-in, y-in. Edhe thjesht mos mundon, e kupton, nuk ka shpresë për atë. Atë kam filluar dhe unë të bëj më para këto komente shumë negative, çosh më shumë më ngacmonin çik, ose tash i them mama vari kalin, kupton, s'ka gjë më të mirë për të bërë me ditën e tij, vjen këtu, le të shfret. Është një çike, unë s'kam ditur fare, domethënë, edhe në fillim kur kam dalë që ishte edhe vetëm audio të gjitha me raku, e kupton, njerëzit jo po budalla, po çfarë bën, po ka flet me veten, jo po kush të dëgjoj, kush të bëj. Po pastaj kur arrin një farë pikë e plagun gjithmonë kam besuar te ty. Është ajo. Edhe pse unë nuk kam arritur me asnjë pikë akoma, domethënë, thjesht kam krijuar atë llojin e bazamentit tim që kam atë aq të vogël, sa kam ata robë që më dëgjojnë dhe më mbështesin. Domethënë prap kur ja dërgon dikush tjetër për shkak se unë nuk kam arritur në fam ose në një njohje akoma. Por çka kam arritur është që disa personave i veten në një video ime në një Twitter zakonisht, në një foto, në një gjë ime, domethënë i veten nga njerëz të tjerë, thonë që plako më dërgoi ky atë tëndën se shumë kështu shumë ashtu, e kupton. Edhe është një çik kështu po plako po. E kupton, duhet ishte ti ai që duhet të kishte dërguar atij në fakt, po që hajt. E kupton, në fillim edhe mua më kanë ngacmuar shumë drejt, domethënë se nuk jemi mësuar si individ, nuk jemi mësuar të duket si personale. Un po tani domethënë edhe nga disa episode të fundit që unë kam menduar të trajtoj tema domethënë kancerozen për mos ta thënë më keq, domethënë mënyra më e butë për të thënë janë tema vërtet kanceroze, siç është dhuna në familje, siç është ndryshimi mes ku i femrash për shembull, që ti e di shumë mirë se sa e keqe është si temë. E jam munduar ti trajtojnë vërtet në mënyrë të barabartë, e kupton, me variablat hyrëse të barabarta, pastaj si vetëm debati është atje, dhe ideja është plako që edhe pse i vetmi që e trajtojnë në mënyrë serioze, nga të gjithë këto që janë në treg, domethënë, shan, jo s'bën me aftushëm, qa ke bërë ti s'ke bërë asnjë gjë, e kupton. Edhe thash vetëm një fuck off. Kështu që nuk e ka bërë switchin aty, domethënë që okay. Whatever. Ti bëj qa ke bërë edhe se qa thonë tjerët pasaj në pisë të robë. Është ajo, domethënë edhe kush e di, mbase dëgjon ai tjetër që ka ndonjë qef të bëjë ndonjë diçka, domethënë është mesazh që vlen për atë që ja kam thënë edhe se
më kam pyetur edhe në TikTok që më kanë thënë plak më ke frymzuar, duhet filloj dhe unë të bëj kështu gjërash, mos e mendoni mo fare. Edhe familja le të mendoj keq, pra bëhen nëse e ke qef. Është jeta jote mo qia jetën tash do rrit të jetoj unë, për çfarë mendojnë tjerët, i bie të vdes nesër. Më ashtu i vjen. E di nuk bën dot asnjë gjë po jetove ashtu, e kupton. Mjafton mos të dëmtosh njëri, domethënë. Po nuk dëmtove njëri, bëj çfarë do të trapi ty valla, pse duhet të ndjekësh linjën. Edhe të dëmtosh njëri nuk do të thotë të ofendosh njëri nga fjala që thua, ashtu ofendo sa duash. Ofenduan e thoi, "E gazena rujt e karn." Qia modern, pa kemi halle ne tash të rrit të merrem unë edhe po ofendove se ka thënë nuk e marr mend kush komedian e ka thënë që unë bëj një shaka për kancerin, ti më thua kam një kushuri me kancer. Okej, hoqëm se bëjmë më. Bëj një shaka për vetvrasjen, ti më thua po xhaxha im ka vrarë veten. Okej, nuk e bëjmë më. Bëj një shaka për përdhunimin, thua kam një shok që e kam përdhunuar. Okej, ç'a na ngelin në fund pastaj portokallia, ç'a? Kët. Normalisht të shiko. Ajo është një çik si fotoksin, kështu domethënë se qesh njerëz me ato gjëra. Ideja është se portokallia ka dhe disa gjëra ka portokallia për mendimin tim. Edhe ndonjëherë kur ata përdorin ndonjë fjalë kështu, ata gjysë thonë që kjo i ka mbaruar, kjo mori sot, kjo ja. Atë xhaxhi ato kohë i bente të tëra, i qëndiste i bente pa shar, pa ber, ishin perfekte. Ja. Po haroi faktin që ore vllai. Ajo ishte atje në ato kohë. E në ato kohë po ta bëj di ditën tjetër si është edhe ka i fshati që nuk vajte ti, edhe familja jote, apo se në spatë, që kupton. Është thjesht, po është ajo gjë që thjesht një mentalitet do aq vite të shkullet sa ju desh të ngullet, kështu që do dhe ca kohë. Mirë është, të paktën po bëjmë një gjë për ta shkullur, të paktën po bëjmë një gjë për ta shkullur. Po, sidomos kjo që bëni juve plako është super gjë. Se shumë njerëz më shumë nuk mbase nuk e kuptojnë, edhe unë mbase e glorifikojnë çik shumë këtë pjesën e stand-upit. Ose ashtu fare. Okej. Po që kjo duket super gjë plako sepse nga që gjatë gjithë kohës i detyruar, ose jo i detyruar, po e ke do bësh shaka me veten, nuk qesh njërin nëse nuk e fillon nga vetja, për shembull shumicën e kohës. Nëse nuk bën autoironi, nuk je komedian. Pikërisht. Edhe normalisht kjo i mëson sidomos për shembull çka janë meshkuj, sidomos çka janë mosha të reja, për shembull që sa kanë kaluar ato pubertetin, nuk e din vendin e vet, domethënë mëson që plako mos e merraj shumë seriozisht veten, e kupton? Është okay të kesh imperfeksione. Është okay të kesh imperfeksione, është okay ti të qeshesh me imperfeksionet e tua, domethënë se nuk të rap bomba se të tha njeriu ti u nder, e kupton? So what plako? Po. Se kjo është e bukur, se nëse dikush thot ashtu dhe ti thua e di, e kupton, nuk ka çfarë thot më. Nuk ka çfarë thon. Është ajo Eminem style, domethënë që thjesht. Po. Kur bën ironi me veten, normalisht ja heq të gjitha veglave çdo lloj robi tjetër, kështu që. Plus është gjë e bukur plak, kupton, nëse për shembull e thua në një lloj mënyre që i bën të tjerët të qeshin, domethënë për diçka rreth vetes sonë të bën dhe ty të qeshin. Pastaj, nëse një person ta ka me negativitet kuptohet, kupton se ai personi do thojë ndaj fjalë tjetër pastaj aty wow. Unë duke menduar këtë kam po ta them një shaka ekskluzive për stand-upin e radhës që e kam. Duke menduar këtë pjesën që the që autoironia, domethënë nga që është komedia lindi që nga vende të errta, e kupton? Edhe duke menduar gjithmonë që ndoshta unë nuk jam i aftueshëm, ndoshta unë nuk kam arritur atë që duhet të arrija deri tash, mendova edhe këtë gjë që mua prindrit më duan njësoj siç duan shqiptarët e Edi Ramën, e kupton? Mund gjithmonë mendojnë se do bëj gjëra të jashtëzakonshme, po pastaj zhgënjehen në fund edhe pi kokainë. Edi Rama. Nuk po ikin ti. Jo, s'po ik. Pse? Korneri plot është. Plot. Fieri ka vdekur, po kon. Tu ti ka vdekur Fieri, imagjinohet për shembull Beranin di për shembull që Zoti ma. Vjen ai pyetje nga sala e Kornerit. Kush është Berati valla? Kush është çfarë është ky koncept? Çfarë është ky koncepti? Ose ajo shakaja golën.
Qa lyet buka me këte alla. Zoti ma. Sa shakash të kësia kanë qenë ato kur kemi qenë të vegjën me rob shtëpi, kemi pasur lloj budalliqesh edhe sa qeshnim sigurisht kështu. Ishte gjë më e madhe që kishim. Ato batutat me ëtave, me këto, pastaj Ishte kemi pasur në Berat për shkak shoku vllajt, normalisht ishim më të mëdhenj, por ka pasur gjithë ai brez domethënë me vegjët e ka pasur. Kemi shakaja më idiote, po edhe më e bukur në qoftë se di ta bësh. Ledio po e dëgjon, Ledio e përshëndesim. Vete një herë unë ditë, po më kam mësuar, kupton, kam qenë nxënës që mësoja. Ja, blon, ç'a bë, çuçi, mirë, ç'a bë. Po çuç ke qenë, jo shkolla, ashtu ja, u mësova në një çik dish viti parë, babut karbonara kati 3 djathtas, jo majtës. Jo, po me filan mësues ta qysh po ecën tash se kemi pasur kujdestar. Mirë, tash unë shkruaj marrë 2 nota. Çfarë ke marrë 10? Plasikari. E kupton tash e plak. Unë isha shumë entuziast, thash, sa i mirë ky njeriu, po më pyet për jetën time. Në momentin që unë thash ka 10, ai thon plasikari. Unë e bëj tash atë, pyes në njerë, për shumë pyes atë shoqen që ka kone dhe më, ku e bleve këtë bluzën? Po, te top time, plasikari. Jo, unë erën e parë unë jam rëzitur keq, unë keq, fare. Pastaj kur rritëm, kur e lam vitin e tretë, pastaj filluam me përdorni vetë. Ja ndjen lezetin kollaja aty shakave. Jo, po ne po ta vëshre me ato shaka që kemi pas të vogël, mos kemi qenë të gjithë pak gay, them unë. E ke parasysh atë, po të qiva, mos trego. E di çfarë mendoj në shkopit e kundërta plako, sepse ne nuk kemi pasur pas siguri edhe i bënim ato shaka. E kupton? Jo, përveç. Edhe ai tipi që të thoshte ty mos bën ato shaka, ai është super gay tashmë. Kam përshtypjen se këta që reagonin keq kundër këtyre ishin çik të fshehur. Po përse mund të reagosh atëherë, domethënë gjëja më pak ofenduesme është kur thonë në Europë do të gjirë. Në rast të ndonjë gjë kështu që plako. Edhe këto tjera të bëri dheut se kush është ai, si është një komedian kështu anglez i bën atë shakan fuck your mom or motherfucker. Pse duhet të mërzitem unë në qoftë se kjo është një çik për personat me zemër të dobët, mos e dëgjoni të pjesën, po që e ke përshtypur që ka pjesa që nuk e mbaj mend emrin, më falësh, po më thonë që pse duhet të ofendohem unë kur mamaja ime thjesht do kaloj një kohë të bukur me ty. Kupton, ai shumë e ulaj bisedën. Edhe aty Robi çfarë do i thosh më për shemb? Pse se kam dëgjuar, kush e thot? Vetëm tani anglez i vetmi që mund ta çoj deri në këtë pikë është o Ricky Gervais o Jimmy Carr, një nga dy. Ose Daniel Sloss ndoshta, nuk e di. Nese, pak. Jo, angli më duket se është ai australiani, valla, si e ka ai. Jim Jeffries. Më duket se është biti Jim Jeffries, domethënë se ai ka goxha nga këto. Ai është budalla, ose qef e kam, ai është budalla, domethënë nuk e di. Cili është komediani jot i preferuar pleko? Dave Chappelle. Unë e them pak kështu, domethënë Dave Chappelle, Bill Burr. Unë kam komplet anas tjetër. Për mua Bill Burr është një shi plako, është god. Shiko, ka një gjë, Bill Burr ka rent që nuk e ka asnjëri tjetër. Unë vdes për ato plakët, unë ashtu kam qef që ti bëj vetë, nëse do i bëj ndonjëherë, kështu që. Edhe unë vetëm kohët e fundit kam mësuar që e gjej veten te lloj komedisë që bën ai. Domethënë mua më shkon në njëjta lloj komedie. Kurse për storytelling Chappelle ban nuk diskutohet atë. Nuk aty, ajo është objektivisht e bukur, domethënë Chappelle te ka ja, domethënë edhe se si lidh gjërat, edhe ekzekutimi, mimika e trupit. Punchline që bën Dave Chappelle në moment që të mban 20 minuta dhe pastaj të nxjerr në fillim te batuta që ka bërë në fillim është, nuk e di, mjeshtrore. Pastaj është një bit i Dave Chappelle për shembull që unë e përdor mbase në mënyrë të tepruar në jetën e përditshme, kupton, kur njerëzit do të thonë që jo po tha kështu, jo po bëri kështu, po çfarë do të bëjmë të, edhe unë e kam shumë qejf përdor atë or you could
shut the fuck up. Kupton, ajo është gjëja më fantastike që ai ka thënë ndonjëherë, domethënë dhe funksionon çdo herë plako, ajo funksionon çdo herë. Kurse unë dua ta të inkorporoj atë, e ke pasur atë shakan që ka bërë që thotë I told her gently, quietly, as a pimp might say, bitch, I'ma slap the shit out you. Dua ta lidh tani në një histori që do ta bëj të stand-up-i tjetër e do ta bëj të tillë që edhe i thash but me delikatesë, si mund ta thot vetëm Erion Braçe. Ore shkërdhat. O plako tani kur e mendon neja politika me të vërtet kemi jashtëzakonisht shumë materiale plak. Sa duash o plak. Te kupton, ne kemi shumë material. Ne kemi edhe të gatshme fare. Sa duash. E ke aty Ilin Meta për shembull nuk sillet asnjëherë mirë me të tjerët se ka mos i thon po ti që nga djalë Flori, e kupton? O zoti më, kush nuk e kuptoi këtë, thjesht I'm very sorry for you. E kupton, është thjesht i vogël për podcastin. Ose Lalieri për shembull që në Shqipëri është i vetmi është më i miri për sevimin e energjisë elektrike, e kupton? Sa herë vetet e zyrat atje vjen këta punonjësit, shikojnë çdo gjë errësirë, ore çka ka ndodhur, pse janë dritat errësirë, i thonë ta ore ndezëm ne, po është Lalieri në cep i thot fik. Unë kemi qenë njëri, mban mend kanë dalë një cako ajo Honda Urban Alimetaj. Po, sa e madhe. Kur kam me atë të si çifte domethënë, unë kam qenë te grupi, kemi qenë në tavolinë ato ditë që ka dalë, ka qenë te grupi domethënë dhe unë thjesht e kam mbajtur pa asnjë lloj reagimi në 10 sekonda dhe telefoni kështu dhe ata vdiqën të gjithë vetëm te fata e hundës atij domethënë. Pa asnjë lloj kështu poker face një moment. Ishte shumë ai plako imagjino që fshes me gore ndështë ai mbra në punë ai. Ati mbaj zot hundën. Zot, të njëjtën hundë kam parë vetëm te një shoku im nga Kenya në Katar, e kupton. Po edhe ai tipi pastaj nga Lushnja ai që ishte i fundit fare për shembull, që ai shketi ishte duke thënë gjëra jashtëzakonisht shumë të rëndësishme për popullin. Ai që tha ne do t'ju vjedhim po jo si këta. Jo, ai nga Lushja që thjesht po qeshin nga theksi ata. Ç'a bëjmë, ku ti çojmë na? E kupton që ai ishte duke mbajtur fjalimin më sublim, më të ndjer edhe vërtet që problemet e popullit më të në qesë një parlament e tërë. Edhe më e keq akoma, qeshin me nëna brava. Ati po i qeshte gruaja në shtëpi dhe po ky. Ai është shikon, por unë kam parë ca video të shkurtra të tjera, nuk e di kush i bën këto më të jam duket ose Vision Plusi, nuk i mbaj mend. Që për kur dolën ato emailët e dikujt, domethënë. Si thashë po ju vetë do jepni emailët apo çaj emailë me të keqen, kush më shkruan mua më çaj email. E kam parë. Ai më duket thjesht një nga ata xhaxhat e lagjës, e plan, kupton. Kështu që ai është politikani i dur sepse vjen nga jeta reale. Jeta jon ka vuajtur. Ose më votoni mua, Anton Bello për kryeministër. Anton Bello për kryeministër do të zgjedhin vetëm ata që ngrejnë dorën tek ajo shakaja me të parë porno, se të gjithë tjerët plaka janë thjesht snowflakes, kupton. Për juve që nuk e dini sa kanë që po flas, është ku e ke bërë pinti atë në Instagram apo në TikTok është pinda? Në TikTok. Në TikTok është pinda, ja. Edhe ikni atje. Mundësisht mos të jeni me njerëz se të thonë po ky budallaj çka ka që qesh. E mundësisht mos të kem përdhunuar njëri. Se në qoftë se
Jo. Nuk do ta komentoj më tutje atë se nuk ka dalje nga ai vend, kështu që është rebitol. thjesht e ikni shikoni atje, domethënë. Edhe jetë liku më poshtë bëni donacion për avokatin e Anton Bellos. Nuk është Altin Goxhe. Nuk pa çap tash avokat ne po çfarë po kursisht ai çakot. Çfarë se kthehen me avokat, pra ai është avokati i popullit, që është për të drejtat e tua. Kundër globalizmit, kundër Ramës, kundër Sorosit, kundër Zorosit. Kush është Zoro si tash? Po dëgjon valla, jo Zoro që shifnim atëre kur ishin vegjël ai me të zezë. Është Sorosi me mask. Me vërtet për shembull janë ca emra valla për zotin që duken si emra që thjesht i ka vënë vetë plak. Kush i ka emrin Soros për shembull, se s'ka. Për shembull në Gjermani ke familje të ndryshme, për shembull Müller, Schmidt, Drey Shejtan, edhe janë të shpërndar, ka radhë domethënë. Janë ca emra për shembull që ti vetëm një njeri je me atë emër. Po. Me dhe s'ka ndonjë tjetër, duken si të bërë vetë. So. Thjesht është çuar një megjithatë që e ti çka ke ti. Pas ka shumë Hasani. Nga sot do quhem Lapsi. No, fuck it. Janë sa emra që nuk e merr vesh si kanë arritur në atë pikë. Ne se shikoj gjermanët për shembull edhe sidomos të nordikët i kanë mbiemrat kështu profesione zakonisht, kupton Müller, Schmidt, kupton, to janë kështu Kovac, Bukpjeks, Drejqi Shejtani. Ne si një popull imi, ai është popull shkërdhat. Sa ne kemi mbiemra si Qori për shembull, valla. E kupton? Që çfarë faj ka pasur ai shkeli kush e di kush nga ata një herë një kohë nuk i ka pasur syt në rregull, edhe i gjithë vija e gjakut atij që prej asaj dite i ngeli. E kupton? Imagjino të ketë qenë kështu ai diabetik e ta ketë mbiemrin sheqeri të kohë. Që ka, unë njoh me mbiemër sheqeri, jo për gjë. Nuk është egzagerim. Janë jo me mbiemër Balta, me mbiemër Gropa. Nëse Gropa është vetëm, Gropa s'bën as kuptim valla. Po mirë, si e ka marrë ai? Ma shpjegoj ti mua si e ka marrë ai mbiemrin me mbiemër Gropa. E ka bërë gropën ndonjërit ai. E kupton, i ka bërë gropën disa vetave dhe një feminofën ai Gropa. Gropa. Mos u afro atij se ai ti bën gropë. Po pse nuk e kemi si gjermanën, dhe ishte themi Grop Bërsi. Po ta kishim si gjermanë bazaj do kishte ndonjëri që e ka vjelje ullin 3 muaj vere në Greqi, e kupton, është mbiemër shumë i madh. Edhe kur kthehet flet me theks më grek si sa greku që ka lindur atje dhe do frape kur të vi. Edhe kur të vi frapeja thotë nuk e bën siç e bënin në Ellada, Mallaka. Edhe ka akoma atë Sony Eriksonin atëherë. Pikërisht e thotë që tabaku shijon më shumë se sa cigaria. Në qoftë se e shihni tipa të tillë në ambientet tuaja personale, thjesht telefononi Cubin më të afërt të lagjes që ti fusi informativin atij tipit sa e ka haruar. E ka haruar që është nga çerm sektori. Ne kemi pasur kemi pasur një shok plako, normalisht nuk ja përmend emrin se është goxha sensitiv për këto gjërat, edhe ai tipi ka vajtur për zotin lart për të gënjeva. 7 ditë për të punuar në Greqi me ullin. Ka ardhur kësaj mos i thonë në shqip kësaj ere se arova. E di ishin kështu që 100 tonë e mala. Në shikon në majnë të do i flasësh ti apo ti bie unë se që ndoni nga duart. I vajti punonte ca kohë me ujësjellsin domethënë dhe çonin kështu ujë gjë nga Bogova, ke parasysh ti Belati e na të mori e çonin në Vlorë. Po. Javën e dytë. Ora, do dalim për kafe. Ne kështu që qa të bëj unë të që me ke ardhur për një kafe një në javë se je në punë gjatë gjithë natës duke çuar ujë andej po. Do dalim për kafe o noku. Është çudi e madhe.
Po në përgjithësi plako çfarë thon prindrit për sa i përket stand-up comedy? Çfarë thon kush? Prindrit, çfarë mendimi kanë domethënë ose Ata si shohin në burr, unë s'ja tregoj, thjesht që merrem me një gjë që e kam qef edhe janë supportues, domethënë për stand-up-i, mami im me mban televizorin hapur te MCN-ja, se unë aty kam emisionin, e kupton, edhe atë shumë ndërkohës. Pyet gjithmonë që a kishte njerëz në shfaqje, as kishte njerëz, si shkoi, si nuk shkoi, e kupton, po u mori në vetvete se ja tregoj se jam shumë e di që kanë mentalitet tjetër edhe nuk do ta kuptojnë edhe nuk dua t'i stresoj më shumë se që janë stresuar duke jetuar në Fier, e kupton. E futë dhe një aty i të vogël, nuk të rije. Po qase kanë quar dhe Tauland Ballën tash në Fier, Tauland Balla është bëri një hap më larg se ka prer pemë deri tash tani do të presi ëndrat fjerrakëve, kupton, është ideja është plako që ai është problem, e di çfarë është problemi i atij individi. Ajo koka plak. Po ne shqiptarët e kemi të gjithë se është kokën e me cepa domethënë. Po ai është sikur i gjithë shqiptarizmin është një karikaturë, edhe ai është Tauland Balla, e kupton? Është thjesht si marioneta apo si quhen ato puppets që marionet, po. Ne. Ai domethënë shqiptaria, urdhë. Tauland Balla. Elmo i Shqipërisë. Një plako. Unë them që avash pim një kafe pas kush me ikim të shi sot për Shqipëri. Pikërisht. Seriozisht që unë kur kam ikur kam punuar me paskuçi kur punoja akoma banakier para se të ikja në Gjermani. Edhe më ka pëlqyer shumë, si mos ajo jeshile. Është vetmja kafe që un kam qef në Shqipëri. Të gjitha të tjerat ma shpifin te Zoti, paskush më pëlqen. Edhe jam shumë. Ajo është e mirë, është edhe kremoze, domethënë. Mua më pëlqen. Edhe kur kam ikur, domethënë vonë që i thasha plako pse se keni ata kafe më. Plako ata kanë ngelur fiksim ty apo kështu. Edhe nuk mund ta besoj që paskuçi ka të njëjtën çmim me Moncherin, e kupton, se paskuçit paktën ta sjell kamarieri kafen, aty duhet ta marrësh vet. E kupton, mua duhet më paguajnë për të pirë kafe te Moncherin. Ato janë njëra, apo ato janë budalliqet më të mëdha, ato pjesët e këtyre me veç shërbimin. Dikush vjen atje plako vjen ata rob që thjesht duan të ndihen sikur janë jashtë, duan të ndihen cool, duan të ndihen ndryshe. Plako, shut the fuck up, ne ku ta gjejmë të na vijë ai robi, do të vjen ta marrin vetë presim si shkardhat në kam gjysmore derisa të na vijë radha dhe thosh zum hero dhe zum mitnehmen. Ta marrësh në dorë apo ta pish aty si legend vetëm, edhe të shikosh gjithë ata që hyjnë dani thotë po ky nuk ka as i punë për të bërë që ulën kafe. Kështu ishte edhe në Greqi, po në paktën në Greqi ishte nëse do ulesh e ta pije aty, ishte 1.7 euro, nëse do ta merrje me vete ishte 70 cent. Nëse do të shërbesh ai 1.7, nëse do ta merrje me vete 70 cent. Ide biznesi për të bërë milioner në Shqipëri. Ngrijeni çmimin thjesht me 5 lek për ata që e pinë aty, në fund të muajit ja keni hedhur jetës. Mirë plako, mirë. Unë them ta mbyllim për sot që të vesh të pish atë kafen, unë të bëhem gati për tjetrin se kështu është kur sa muresh një javë, 2 javë ke prindrit do i që zdisës në Berlin se nuk din as anglisht as gjermanisht edhe ke frikë mos të humbi, nuk i thua dot hajde takohemi gjysmë rrugës të paktën se hajde ti gjes në hiç këtë zemës ku ka përfunduar ata pasaj se nuk zbritën te stationi. Apo është vend i vogël kjo, e kupton? Se ideja është të humbin Tiranë për shembull me të pyetur në vend. Kështu. E kupton? Pastaj ai babim nuk ka as nerva, për shembull, po të dilte ndonjëri kështu ti ja thonë dy herë kështu dy çift. Kisha ca mungesa domethënë pavarësisht se kisha të tjerat edhe tani duhet të rekuperojnë çikse. Edhe mërzitën njerëz takojnë sigurisht kanë për borxh plak, kupton? Kupton? Se unë kam, shiko, më pëlqen kjo gjëja, po kur e trajton pastaj më vete, më vonë kur qetësohet që në fillim të bëhet qefi që po I mungojnë njerëz e pastaj thotë që Dale vllai. Dale vllai, jemi ne këtu jemi me frymën e Zotit domethënë. Edhe këtu e gjej rastin të them që na japin ai lek, çfarë bëj. Unë këtë them gjithmonë, nuk dua duart rokitje, dua lek kur dal në skenë. Po pra se ke çuar mirë fare. Ju dhe të gjithë ku janë këta që vjen
Të ndre mjeda do thosha unë për pak. Jo të ndre mjeda, të meda, ai që japin lekën që të ndre mjeda, o bo. Ndre meda, aty. Poezi njëri, poezi tjetri. Po. Imagjino se unë kam dhe gëgja patriota nacionaliste dhe thonë që pleon Mos i prek këta fitë. si mund ta vësh ndrej mjedën në të njëjtin nivel të medës. A ka bërë të njëjtin lek ndrej mjeda me medën? Jo. Ne për medën vdesim. Ndrej mjedën nuk e dim kush është. Nuk është se ti veten lokale dhe të jepet në radio një poezi ndrej mjedës, nuk ka shanse. Po, nuk vete kështu. O vllai ma vë që ka të ndreun. Jo, ata ditën. Kë atë kur ishte në Itali apo atë kur erdhi? Kujt i va ropën, nuk e di për çfarë bëhet fjalë. Meda pas apo para palestre, si e do? Meda para apo pas berberit. Plako thoi çike njerëzve që ku mund të të gjejnë akauntet e tua? Në Instagram Anton.bello, në TikTok Anton Bello 28, nëse doni live, jemi tek Corner Comedy Club, njësoj e ka dhe emrin në Instagram. Aty bëjmë lajmërimet për shfaqjet e stand-upit, ose tek MCN-ja, pastaj kemi emisionin VK. Ose Vështrim kritik i dhe për ju. Po pat rrugës ma jepni dorë se s'tem gjë, nuk do të çepi na bëhet. Po e pat rrugës si bëj një foto nga larg, kështu gjithkohës, që ta vini në sikletë, kështu. Mund si ndiqin nga mbrapa kështu. Edhe mi dërgoni mua pastaj edhe unë do të komentoj në mbrapa. Pa foto të zhurmë, gjithmonë me zhurmë. Në rregull. Mirë plako, ishte jashtëzakonisht shumë kënaqësi që të kisha. E kam kaluar vetën kësaj radhe se doli shumë më bukur nga që mendoja. Kënaqësi ishte ekipa ime amik. Ne ç'është e vërtetë ata dinë shikues dhe kishim lënë përpara 1-2 javësh, po nga që humbi plaku këtij në Berlin edhe na u desh të sillnim forcat Renea. Plako, e di ti se çfarë do të thotë forcat Renea? Çfarë do të thotë Renea? Të qiva të tem na ka ikur trurje. Unë para të 2 ditësh e bëra Google e harova prap. Rendi është ndërmarrje ekonomike e Albanisë. Renea. Plako. E di ti sa do me thënë se nuk e di asnjëri këtë. Renea do me thënë reparti i neutralizimit të elementit të armatosur. Reparti i neutralizimit të elementit të armatosur. Ose policit me pas armë të lartë. Kaq. Ska. Gjithsesi. Nice. Pa munduar ti vëm Reneasit në sikletë dhe atyre familjarëve të Reneas ne duhet t'ju themi që neve nuk i mundohemi t'ju ulim vlerat dhe t'ju ofendojmë, t'ju lutem mos ta bëni cancel, sidomos mos ma ndaloni vllain kështu për heqje patente kod pasaj nëse se vetëm ai ka ngelur aty. Jo për gjë. Unë dukem te kamera tash jo, ha. Iko, kjo është një imposter, kjo është deep fake e gjitha. është deep fake. Në të vërtetë ky unë nuk jam unë, ky është Lul Basha që do të kundërshtoj qeverinë sot. Lul kush? Jo, Besha ka, do ishte ai. Lulin ti, e di sa robi keq e ti, Lulin gjumë ti e përmend nga si lenza në gjumë mos mbytet fare, ikën e hiç këtë cemës pasaj edhe kush e vrau Anton Bello. Kryetari PD-s pasaj. Kryetari PD-s, imagjino. Jo, mirë, ke konkurrencë te kryetari PD-s. Kryetari PD-s do bëhet Edi Rama para se të bësh ti, kështu. Gjithsesi. Nuk është ai apo? Kush ai është ai? Ai Bentera në një çik. Është multifunksional. Get you somebody who can do both, pra, opposite dhe opposite. Edhe të bardhë dhe të kuqe. Po, si ke vërë Edi, ai është vërtet i dashuri perfekt, plako, ose buri perfekt me atë gruan që ka. Ai ti shikoj mëra që është bën pushtetën, valla. Ai vjedh me këta, edhe kur vjedh i sham pastaj që pse vodhet ti shkërdat. Ai është thjesht mishërimi i politikanit. Mos ta zgjasi më shumë se politika varilisht.
Mirë dëgjofshim herën tjetër plako se unë ta bëra gropën mos merr herën tjetër, se nuk dua të shaj tash në fund. E kupton? Po them të bësh fsha gropën, e kupton? Më votoni mua dhe po dhe po më votuat kancerin në gryp. Më gurmas. Kështu. Po ishte kënaqësi. Ishte kënaqësi plako, mirë dëgjofshim.